Një histori si nga ato të filmave, rastet kur dashuria triumfon përtej paragjykimeve dhe komenteve. Ky është rrëfimi Desi Harizajt, shqiptares në banimin e Itali që zemrën ja mori një sportist afrikan. Ajo është sot në pritje të ëmbël dhe na rrëfen të gjitha. Desi është një make-up artiste e suksesshme, por me fillime të vështira, deri në këtë pikë ku është sot. Nuk pata mundësi, domethënë për të gjetur, për të filluar direkt të mësimet për me bërë make-up artist, sepse shkolla ishte larg, domethënë nga vendi ku ne jetonim në atë moment, edhe nuk kishim edhe mundësi për të arritur, domethënë. Kështu që fillova punë si kameriere, bariste, pastaj fillova punën në një aziendë të madhe, një internacionale, dhe për prej faleminderit atij asaj rroge, domethënë atyre lekëve që vazhdova, domethënë u bëra si më thënë indipendente, që kisha domethënë mundësitë ti përballoja vetë mësimet, vazhdova pasaj kurse për make-up artist, vetëm se fillova një çik më vonë, por i fillova, i mbarova dhe për tani nuk po punoj, sepse jam muaj në fundit, kështu që nuk jam në qetësi, domethënë. Por i mbarova gjitha kurset dhe tani bëj atë që pëlqen me bërë. Kur karriera stabilizohet, njerëzit kërkojnë dashurinë. Ajo e Desit dhe Simonës nuk është tipike qysh në nisje. Nisi sepse unë e pash në një histori të Instagramit, nga një shok që kemi bashkë, domethënë, kishte vuri një fotografi me Simon për vikimin e tij. Era parë që e pash ishte në atë moment. Dhe jam unë ajo që e kërkovi, e ka kërkuar për herë të parë, domethënë, i shkruajt ai u urova për ditëlindjen. Ai më falenderovi, mbas 2 ditësh më shkruajti prapë, sepse vazhdoi il follower, pa disa story të mia dhe pastaj më shkruajti që donte të njifte diçka më shumë nga unë se sa vetëm një vajzë që shef, domethënë, që i del në Instagram edhe mjaft. Edhe nga aty kemi filluar, domethënë që vazhduam duke shkruar edhe s'kemi ndaluar më kurrë. Simona me profesion është basketbollist. Fillimisht raporti i tyre ishte në distancë. Ai los në çdo vend të Italisë, vit për vit ndryshon vendet, domethënë. Kur neve jemi njohur, ai ishte në Napoli dhe unë isha në Torino. Kështu që nga Napoli spostova pastaj në Salerno, akoma një çik më larg. Kështu që ishte një çik vështirë sepse fillimisht vetëm unë mundesha në fundjavë, kur kisha pushimet nga puna, që mund shkoja, domethënë të takoja, edhe kisha mundësi një herë në muaj, maksimumi 2 herë në muaj. Sepse ai çdo fund në shtator fillon kampionati, edhe deri në maj korrik është i zënë me kampionatin, kështu që nuk mund të lëvizi sepse çdo të diel ose të shtunë kam ndeshjet. Edhe kështu që ishte detyra ime të lëvizja. Por ato sakrificat dolën fruta, domethënë sakrificave, dhe sot jemi akoma këtu bashkë. Që e vogël me gjas, pëlqimet e kanë quar tek diçka në të cilën sot e gjen zemrën. Absolutisht po. Kur kam qenë e vogël, kam qenë fiksuar me 50 Cent. Ka qenë për këngëtari im i preferuar, si për stilin, si për këngët, si për muzikën, gjithçka. Por deri para para 5 vjetëve, nuk ma merrte mendja që mund të ishte afrikan, por i huaj po. Absolutisht i huaj po, sepse
jam rritur këtu, nuk jam në Shqipëri, nuk kam pasur më lidhje me shqiptarët, pastaj vllai im u martua me një vajzë italiane, kështu që akoma më shumë u hap domethënë mundësia që mund të ishte edhe për mua një djalë juaj. Kur nisi raporti tyre, ka pasur vetëm një pikpyetje. Vetmja pikpyetje që më rrinte pak ishte prindrit e mi do jenë shqiptar më të ëmbël, më me inteligjencë, apo do jenë nga ata shqiptarët akoma me kohën e mberojtjes, si me thënë. E vetmja pikpyetje ishte kjoja, por nga isha i qetë sado që bëja këtë pikpyetje, sepse i njoh familjen time, i njoh prindrit e mi, edhe sido që t'ishte ndoshta fillimisht mund bënin edhe ato 2-3 pyetje, por s'do kishin pas asnjë lloj problemi për ta pranuar. I pari ka pas qenë vllai, por i kam folur akoma përpara se të arrinte Simon i fola, sepse e kuptova që shikimi im, atraksioni im ishte më shumë për djemt afrikan, domethënë. Kështu që fola për spari me të, edhe kur pastaj arriti Simon, jo, i fola që të gjithë. Ata e dinin që sepse çdo fundjavë, më fal, 2 herë në muaj unë nisja për në merr avionin, domethënë që shkoja në Napoli, kështu që ata e dinin që po frekuentoja për një djalë. Fillimisht direkt nuk e dinin që ishte afrikan, por mbas 1 muaj, 2 muaj kështu i tregova pastaj, edhe nuk ishte asnjë për babim, e vetma gjë që ndigjovi kur i riflisja për Simon është sportist. Vetma gjë që ndigjovi, që e regjistroi, gjërat e tjera nuk interesovën fare. Kurse mami direkt mendonte se isha duke bërë shaka, duke tallur për të parë reaksionin e saj. Kur pastaj kuptoi që kisha me të vërtetë, direkt ngeli pak shuzë, okay, ti e din. Por reagimi i vëllait, e cili t'i tha të parit? Kur ja thash, përgjigjja e tij ka qenë, nuk më intereson se është i bardhë, i kuq, i zi, i verdh apo jeshil, mjafton që të jetë djalë i mirë, që ti je sigurt për çfarë po zgjedh për jetën tënde, dhe sidomos që të di të sillet me ty. Edhe si të trajtojë. Familjen e Simonës në Nigeri nuk e ka takuar ende. Edhe nga ana tjetër mund të ndodhi absolutisht. Nuk është ky rasti, sepse edhe ata janë shumë të lumtur. Unë fatkeqësisht nuk i kam akoma njohur personalisht, vetëm në videochiamata, në video call. Kështu që për ato që kemi folur, për ato që ata edhe ata më zor presin që të njihemi, por janë shumë të kënaqur, shumë të gëzuar, sidomos sepse ata e kanë kuptuar që ai tani nuk është më vetëm këtu, sepse Simon është vetëm këtu, familja e tij është e gjitha, si vëllezërit edhe motrat edhe prindrit janë të gjithë në Nigeri, kështu që për ata është shumë e rëndësishme që tani ai ka dikë që përfundet për të, që ka një person afër që mund të ndihmojë për çdo gjë. E me çka bëri sportisti afrikan për vetë shqiptaren? Ai është ka shumë edukat. Okay, ai është gentleman, okay, ai të hap derën, ai përpara jeti, pastaj është ai është për herë mbrapa teje. Ti je përpara tij. Më dha ndoshta edhe nga njerëzia, si thua ti, që është shumë e gjatë, nuk e di, por më dha një sensacioni të mbrojtur, sikur e ndjeja veten të mbrojtur. Që gjëja që më ka afruar më shumë me të është kjo. Pastaj si që thash, ka shumë edukate dhe pastaj kur u njofta edhe me prindrit, ishte shumë
disponibile, do të thënë ishte shumë për çdo lloj gjëje ai i vënduar përpara, është i pari që nëse ke nevojë arrin, të ndihmon, kështu që kjo është gjëja më e rëndësishme. Pastaj bukuria është gjë tjetër. A mund të themi që kujdesi dallon nga meshkujt shqiptar? Për shumicën po, nuk janë të gjithë kështu, sepse unë kam vllajën tim që është si Simon, okay, kështu që nuk mund të flas për gjithë djem shqiptar, por shumica e burrave shqiptar, djem shqiptarëve po, ka ngelur akoma në çik ai mentaliteti që gruaja ka të rolin e vet, duhet bëj vetëm ato gjëra edhe burri ka rolin e vet. Kështu që i kanë shumica i ka akoma në çik gjërat e ndara, por nuk mund të flas për gjithë. Desi dhe Simone për pak javë bëhen prindër për herë të parë. Kur arriti shtatzënia, ishim shumë të kënaqur, pastaj sidomos edhe sepse unë ndava nga puna, domethënë erdha këtu, po e jetojmë gjithë bashkë, çdo vizitë i bëjmë gjitha bashkë, që po rritemi bashkë avash për çdo gjë. Mungon një muaj, me zor po presim. Jemi shumë kurioze të shohim se çfarë kemi krijuar. Emri i djalit do jetë Jason. Sepse na pëlqejnë më shumë emrat të huaj. Në përgjithësi ka shkuar mirë. Unë kam pasur 2-3 probleme që gjitha, shumica e grave shtatzane kanë, por përgjithësi ka ecur perfekte. E pikërisht, pritja e ëmbël e djalit ndryshoi planet e dasmës. Në Korrik unë fillova të organizoja dasmën, sepse në mars të vitit që kaloi, Simon për ditëlindjen time më bëri propozimin, më bëri propozimin për martesë, kështu që isha mendja ime ishte vetëm për të organizuar dasmën. Por pastaj arriti domethënë djali, kështu që e lam pak me një anë. Por vendosëm të shkojmë të bëjmë, meqenëse që do arrinte djali, vendosëm për ta bërë në komunë pak, në vetëm neve, për më shumë për ligjet që janë këtuja, që të japin limite, domethënë janë disa gjëra që nuk mund t'i përballësh, je i detyruar të jesh të dy bashkë, për ndryshe nuk mund të shkoj vetëm i jati ose vetëm e jema për me bërë një gjë tjetër. Më shumë domethënë të martuar, rezultojmë të martuar, okay, për ligjin, por dasma tani po pret që të arrijë përpara djalit, pastaj e vazhdojmë e marrim prapë në dorë. Pavarësisht dallimeve të mëdha kulturore, edhe në këtë rast gjenden ngjashmëri. Simon në qoftë se i jep 6 herë 7 herë në ditë me ëngra, i hanë 6 herë 7 herë në ditë, sepse i pëlqen shumë taj. Pastaj ata kanë ushqimin me shumë specie, edhe ne shqiptarët i përdorim paka shumë, kështu që kjo gjë që kemi në komun me ushqimin me specie shumë i pëlqen. Ka shumë gjëra shqiptare që i pëlqen. Pastaj ai janë në çdo gjë, nuk është se thotë jo kjo, jo ajo. E vetme gjë që nuk kanë me qef janë ëmbëlsirat, për ndryshe janë të gjitha. Nuk bën naze. Kurse traditat për dasmën, mendimi jonë është që do dali diçka e egzageruar, sepse siç neve jemi shumë bëjmë shumë festë, kemi shumë muzikë, kemi shumë kërcime tradicionale gjëra, edhe ata kanë të njëjtën si më thënë shikim për festat, për dasmat, kështu që do jetë një mix fantastik. Desi pas lindjes së djalit pritet i kthehet punës dhe angazhimeve. Ajo ja doli edhe kur pak mund ta kem besuar.